Më 24 tetor të vitit 1938, u nda nga jeta Sali Butka, patrioti shqiptar, i cili në vitet 1912-1918 drejtoi formacione luftëtarësh në mbrojtje të popullit të zonave të Korçës dhe Kolonjës, sidomos nga masakrat e trupave të parregullta greke. Ai përkiste një brezi shqiptarësh që mësuan shkrim e këndim në gjuhën shqipe dhe më pas ju bashkuan çetave të para të armatosura që kishin për qëllim mëvetësinë e Shqipërisë. Në nëntor të vitit 1905, Sali Butka bëhet pjesë e Komitetit Sekret për çlirimin e Shqipërisë, të themeluar në qytetin e Manastirit. Një muaj më pas, një tjetër patriot shqiptar, Bajo Topulli, do të vizitonte Saliun në fshatin Butk, ku së bashku do të formonin çetën e parë shqiptare të Komitetit Sekret. Në vitin 1910, Sali Butka shfaqet si një nga figurat kryesore shqiptare që kundërshtonin urdhrat e Portës së Lartë që alfabeti shqip të përdorte shkronja arabe. Pikërisht për të protestuar kundër këtij urdhri, Sali Butka dhe disa patriotë të tjerë organizojnë në Korçë mitingun e shkronjave, ku ai shkon së bashku me 2500 kolonjar. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, Sali Butkës dhe luftëtarëve të tij u bie bara të marrin në mbrojtje popullin e Shqipërisë juglindore nga sulmet e ushtrive dhe trupave të parregullta greke, përpjekje që gjejnë edhe mbështetjen e kreut të qeverisë së Vlorës, Ismail Qemali. Në vitin 1916, i këshilluar nga disa patriotë të njohur shqiptar, edhe pse në moshë të thyer, Sali Butka pranon, në kuadër të një aleance me komandën ushtarake austriake, të marrë drejtimin e forcave për çlirimin e Korçës nga pushtuesit grek. Në këtë periudhë, Korça dhe rrethinat kontrolloheshin nga disa batalione trupash të rregullta franceze të armatës së lindjes dhe faktori shqiptar ishte interesuar që të shmangte bashkëpunimin e francezëve me grekët. Për këtë arsye, batalionet e Sali Butkës nga jugu dhe forcat e Themistokli Kërmenjit nga veriu nisën të bënin presion francezëve. Madje Sali Butka u dërgon atyre edhe një listë me kërkesa përfshir ngritje në Korçë të flamurit shqiptar, mbyllje në shkollave greke, mbyllje në kazerma të ushtrisë franceze e të tjera. Pasi merr informacione të sakta për peshën e formacioneve ushtarake të Sali Butkës dhe Themistokli Gërmenjit, komandanti i armatës së lindjes, generali francez Maurice Sarail, vendos që të mos armiqësohet me shqiptarët, por të tentojë t'i bashkojë si aleat. Kështu, në bazë të urdhrave të tij, më 23 nëntor 1916, komandanti i trupave lokale franceze në zonën e Korçës, koloneli Descoings, i dëbon grekët nga Korça. Guvernatori, administrata, forcat ushtarake si dhe andartët largohen të gjithë drejt Selanikut. Një ditë më pas, më 24 tetor 1916, Themistokli Gërmenji dhe forcat e tij hynë në Korçë. I ftuar të bashkëpunojë me autoritetet franceze, Sali Butka shton listën e kërkesave. Ai kërkon vetë qeverim të Kazasë së Korçës. Kërkon që flamuri zyrtar të jetë ai i Skënderbeut, që gjuhë zyrtare të jetë shqipja. Kërkon formimin e një komisioni prej 5 patriotësh të zgjedhur që do të përmbushte detyrat e një qeverie, mbylljen e gjithë shkollave greke dhe, në fund, kërkon që qeveria franceze të merrte detyrimin moral të përkrahte të drejtat e Shqipërisë në konferencën që do të mblidhej kur të mbaronte lufta. Autoritetet franceze i pranojnë pothuaj të gjitha kushtet. Vetëqeverimi i Kazasë së Korçës shpallet në datën 10 tetor 1916. Krajina autonome e vetëqeverisur e Korçës, që sot e njohim edhe si Republika Franceze e Korçës, ka pikërisht këtë histori. Një histori që mban firmën e ca burrave të Zot, në krye të cilëve vendoset pa asnjë diskutim patrioti Sali Butka. Në moshë të thyer, i zgjedhur si delegat nga qyteti i Korçës, Sali Butka do të ishte i pranishëm edhe në Kongresin e Lushnjës të janarit 1920, ku u hodhën themelet e shtetit shqiptar. Sali Butka i mbylli syt më 24 tetor të vitit 1938 në moshën 86 vjeçare në fshatin e të parëve të tij në Butkë të Kolonjës.